28 shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme u bën pjesë e panajirit Art dhe Ze të organizuar nga Zyra Vendore e Arsimit në Shkodër. Ky event i zhvilluar para Bashkisë Shkodër eksponoi aftësitë të rinjve në punime artizanale, pikture, teknologji, duke promovuar në këtë mënyrë edhe artin lokal. Sot kemi të ekspozuar shkollat që orientojnë në karrierë nxënësit nga nëntëvjeçaria në gjimnaz, por ndërkohë kemi të ekspozuar edhe punime që nxënësit kanë bërë që nga shtatori dhe deri më sot në shkolla që janë pjesë e programit Art dhe Ze dhe shkollat qendërkomunitare. Janë shkolla që kanë përfshirë jo vetëm nxënësit dhe mësuesit, por edhe komunitetin në organizimin e shumë punimeve që ju i shihni të ekspozuara këto. 28 shkolla janë prezent sot, disa janë vetëm me stendat e tyre që orientojnë se çfarë programesh ofrojnë gjimnazet, ndërkohë që kemi nxënësit e klasave të nënta që synojnë të ndjekin gjimnazet, por pjesa tjetër sigurisht ekspozon atë çka punohet në Art dhe Ze dhe qendër komunitare. Nxënësit e shkollave tregojnë për punimet e tyre të realizuara për këtë panajir. Vi nga shkolla Nikol Zagorjani. Ne sot këtu kemi ardhur me punime të vjetra tradicionale nga zona të ndryshme të Veriut kryesisht. Veshja që tani u kam unë veshur është rreth 500 vjeçare vjetër që nga koha e turqve, është një veshje mirditore shumë e bukur. Sot kemi ardhur duke përfaqësuar shkollën tonë me disa projekte teknologjie. Në këto projekte ne kemi punuar gjatë orëve të mësimit, duke ndërthurur teknologjinë me probleme reale të Shkodrës dhe të shoqërisë sonë. Shkolla austriake gjithashtu ka bërë një klub i cili quhet Synapse Hub. Ne kemi prezantuar këtë projekt i cili quhet Neurolight. Ky projekt, ne gjithashtu kemi një pajisje që kemi krijuar vetë, të cilat merr sinjalet elektrike të trurit dhe i kthen ato në drita me anë të përqendrueshmërisë. Në fakt jena këto si gjimnazi ose kuka dhe me nxënësit e shkollës tonë ose studentat e tjerë kena ekspozu punët me dorë që kena bërë. Unë ishte motivet e fëmijërisë, shpresoj që tonë gjejmë atë fëmin në shpirtin tonë hala, edhe pse ndoshta jena rrit. Edhe gjithashtu motive tjera, sërish për fëmijë. Po këtë që është punë me dorë, në fakt është një buxhet edhe me ato motive të kuqezim, motivet e atetarizmit që gjithmonë duhet ta dojmë Shqipërinë, edhe pse jo nesër me u bë ata që kena me ngrit Shqipërinë. Aktiviteti Art dhe Ze i organizuar nga Zyra Vendore e Arsimit ka si synim ruajtjen e traditës artizanale dhe evidentimin e talenteve të reja në këtë fushë.